Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Dërsa ne vazhdojmë edhe sonte inshallah me lejen e Allah xhallahu ala së bashku në rrugtimin tonë drejt komentit të Gjuzit Amme. Besoj që tashmë, sikur që e kam përmend, posa kemi filluar që të komentojmë 10 surët e fundit, tashmë radhitja është me njohur dhe kemi të qartë se cila sure vjen pas tjetrës. Pasi që kemi trajtuar surën El Kafirun në takimin e kaluar, pas surës El Kafirun vjen surja En Nasr. Kemi thënë se surja El Kafirun të nderuar është një surë e cila me të vërtet ka qartësuar shumë gjëra. Dhe për këtë arsye edhe një nga emrat e surës El Kafirun kemi thënë është edhe Ikhlas. Dhe pse ky surja Al-Ikhlas është shumë më e veçantë me surën Kul huvallahu ahad, mirë po për shkak të qiltërsisë, për shkak të, domethënë, qartësisë që e ka surja El Kafirun, është qashtu si sinqeriteti, i pastër edhe i qartë. Në surën El Kafirun kemi pas dy çështje më rëndësi. Bazat mbi të cilat ndërtohet identiteti i besimit islam dhe gjithashtu funksionimi i këtij identiteti përmes distancimit nga gjithçka që bie ndesh me këtë besim. Kemi thënë se identifikimi i një besimtari me besimin e tij nuk anulon pastaj edhe çështje të tjera të identitetit të tij, qoftë gjuhës, prejardhës e kështu me radhë. Dhe gjithashtu distancimi kemi thënë se është mbi bazën e kuptimeve dhe mbi bazën e qartësisë ku jemi ne e ku janë të tjerët. Mirë po në aspektin e bashkëpunimit, në aspektin e jetës së përditshme, distancimi pastaj merr formë tjetër. Muslimani nuk kupton se nëse distancohet nga dikush në besim, se nuk kupton se duhet vazhdimisht me luftu, me kërku me eliminu apo me asgjësu e kështu me radhë. Nuk është ky kuptimi. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar me jetu me Kurajsht e Mekës, në Mekë dhe pasi ka zbritur surja El Kafirun. Dhe nuk ka shpall luftë me njëherë në Mekë, madje as në Medinë, derisa ata vetë nuk kanë armë e sulmu, sikurse që dini betejën e Bedrit. Prandaj këtu është më rëndësishme kuptues se kjo është mesatarja, mes atyre që realisht përmes surës El Kafirun nuk shohin asnjë mënyrë të bashkëpunimit me palët e ndryshme, edhe ata të cilët realisht surën El Kafirun e orientojnë në kuptime të palegjitimuara, sikurse kemi thënë fundi i kësaj sure lakum dinukum waliya din. Kuptimi i duhur i këtij fundi është shumë i rëndësishëm për ta kuptuar pastaj këtë edhe rrëfimin e kësaj sure në aspektin kuptimor. Pas surës El Kafirun vjen surja En Nasr. Surja En Nasr është një sure që me konsenzus në dietarëve ka zbritur në Medinë. Nga se vetë fjala El Fath jep me kuptu se bëhet fjalë për çlirimin e Mekës. Dhe pse në aspektin kohor ka një distancë jo të vogël mes surës El Kafirun edhe surës En Nasr, në aspektin kuptimor kanë shumë lidhje mes vete dhe janë pikrisht ashtu sikurse janë në mushaf. Do të lidhura njëra me tjetrën. Surja El Kafirun është e lidhur ngushtë me surën En Nasr. Në çfarë kuptimi? Surja El Kafirun të nderuar vëllezër dhe motra flet për distancimin, flet për qartësinë e besimit, flet për qartësinë e pozicionimit të muslimanit karshi gjitha ofertave tjera, besimeve tjera, ideologjive tjera. Dhe përdesa kjo qartësi është e pranishme, njerëzit e dinë çka është feja Allahu xhallahu ala, kjo është fitore. Kjo është nasr. Që është me ndihmu Allahu xhallahu ala që me rujt parimet, me rujt besimin të panjollosur në mesin e shumë tendencave tjera për me njollos apo për me e arrit një kompromis të dhimbshëm në dëm të besimit tonë. Andaj nga ky aspekt është çështja e surës En Nasr edhe surës El Kafirun. Gjithashtu fundi i surës është lakum dinukum waliya din. Ju keni fen e juaj, unë kam fen time. Mirë po, edhe pse Kurani të ndërvozër ka jep shenja se nuk është e kërkuar që ne të eliminojmë apo të kërkojmë asgjësimin e këtyre dallimeve, nga se dallimet mes njerëzve i ka lënë Allahu xhallahu ala.
Allah i kalon njerëzit me besu ndryshe, apo, se po deshte me padarës Allahu xhallahu ala, këtë njerë kështë me besu në Allahu xhallahu xhallahu, apo. Mirë po, fakti që besimtari nuk punën në vazhdimësi, që merru gjithë shka që ka sërë si kurse aj, nuk është që ashtu të pala tjetër. Në palën tjetër ka grupe, ka fryma, ka ideologji që realisht gjithmonë e kanë në fokus besimin islam, me rënu, me tjetërsu, me prish, e kështë më radhë. Andaj vendosin pengesa, e kur vendosin pengesa, atëre, pa dyshim që Allahu e ndihmon fenë e ti, dhe e ndihmon Allahu xhallahu besimin e ti, që të vazhdon me qenë i qartë, i pranishëm në mes të njerëzve, dhe Allahu largon pengesa që tjerë vendosin, që njerë me besu dhe në Allah xhallahu ala. Sura Al-Kafirun përmen një gjendje të saktuar. Sura An-Nasr përmen pasaj reagimin e surës Al-Kafirun. Lidhjet shumë të që mund të përmenden me surës Al-Kafirun e An-Nasr, që nuk du më ulqu shumë këtë përshka këse në surë Nasr ka çështje të rëndësishme me i trejtu. E përmenden se surja An-Nasr të ndëruar vëllezër është sura e Medinës. Këtu nuk ka mos pajtim të këdjetarët. Mos pajtimi është në vitin kur ka zbrit. Ku disa kanë thënë se ka zbrit në vitin e 7 hijri, që nuk kupton se ka zbrit para çlirimit të Mekës. Disa kanë thënë se ka zbrit pas çlirimit të Mekës. Edhe ajo që më shumë dhe ka shkaktu mos pajtimin me zjetarëve në lidhje me zbritin e surës është edhe aspekti i transmetimit, po më fuqishëm aspekti i fillimit të surës. Fjala apo pjesa idha a nënkupton kohën e kaluar dhe tashme apo nënkupton kohën e ardhshme. Varësisht se që është komentuar fjala idha jaa nasrullahi wal fath. Mirë po, shumica e argumenteve dhe shumë nga dietarët që janë normal nga më të pranueshmet në tefsir, anojnë se kjo sure ka zbrit mas çlirimit të Mekës. Dhe këtë edhe përforcon vetë përmbajtja e surës, nëse Allah xhallahu ala e ka zbrit këtë sure që me ia përmend pejgamberit alajhissalam dhe sahabeve begatin që ua ka dhënë, jo që do t'ua jap, se për që do t'ua jap begatin ka zbrit ajete tjera. Ka zbrit ajete tjera. Allah xhallahu ala në fund të surës Al-Qasas ka përmend se ka më kthy prej atij ku ke dalë. Premtim se kemu kthy në Mekë. Ka pas premtime se kjo fe ka mu përhap, ka me dominu. Këso premtime që do të ndodhin ka në Kur'an. Mi po që ka ndodhur realisht dhe Allahu tashmë me përmend si begati ka ardhur në surën An-Nasr. Andaj surja An-Nasr ka ardhur mas çlirimit të Mekës. Allahu e din më së miri. Se për këtë kësaj sure të ndërruar, kur ulemat e komentojnë këtë sure, zakonisht e fillojnë me një kuptim interesant që kjo sure ka paralajmëruar për një ngjarje madhore në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ka zbrit kjo sure, Aisha radiallahu ta'ala në përmend se gjendja e pejgamberit alaihi salam ka ndruar në mas të madhe. Në çfarë kuptimi ka ndruar në mas të madhe? Ka ndruar edhe në sasinë e adhurimit, përkushtimit, por ka ndruar edhe në lutje që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka jap shenja pejgamberi alaihi wasallam se kjo sure ka më thonë se tash më je në fund. Tash më je në fund. Andaj dhe surja An-Nasr është surja e fundit që ka zbrit. Jo ajeti i fundit. Kanë zbrit pas surës Nasr edhe ajete tjera, ama surja e kompletuar, e shkurt dhe e kompletuar komplet ka zbrit surja An-Nasr e fundit. Dhe jep me kuptu se po shkon ka fundi. Prandaj edhe mas surës Nasr pejgamberi alajhissalam nuk ka jetuar më shumë se ndoshta më pak se 2 vjet apo edhe disa muaj caktuar varësisht nga transmetimet, por krahasim me jetën që ka kaluar, domthonë 23 vjet komplet në mision, jep me kuptu se 2 vjet e fundit kanë qenë veç fundi dhe përmbyllja e misionit. Dhe këtë se kanë kuptuar shumë nga sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe e ka kuptuar drejt kush? Ibn Abbasi radiallahu ta'ala, i cili ka qenë shumë i ri kur ka zbrit surja An-Nasr. Mirë po ka qenë njës i Kur'anit, edhe qysh e ka lavdru dhe ka bo doa për te Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, edhe përmendet në transmetime se ka pas qef me pas afer veti gjithmon Omeri radiallahu ta'ala në kon Ibn Abbasit, ka pas qef me pas afer. Dhe
Omeri ka pas neja me njerëz, normal që kanë pas pesh, kanë pas dikim, ka nejt me njerëz që kanë marrë pjesë luftën e Bedrit, nga sahabët e vjetër, nga sahabët që janë dëshmu në rrugtimin e tyre me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E kur ka Ibn Abasi, ata pak s'jeni mirë. Në të kuptim, fëmijë për fëmijë marrën me fëmijët tonë, se edhe fëmijët tonë kanë çka me përfitu nga neja tonë atë. E një ditë i ka testu, Omeri radiallahu anhu për të regu se nuk është çështje fëmiu, por çështje dije. Nuk po e marr pse fëmijë, po e marr pse din. Andaj mosha shpesh nuk tregon domosdoshmërisht, nivelin e dijes. Mund të jetë një i ri, por shumë më i dijshëm, edhe ndoshta më kuptim thellë se që mund të jetë dikush në moshë. Ka njerëz që mund të kenë moshë, lexojnë, kanë studiuar kohë gjata, mirë po në aspektin e informatave, jo në aspektin e thellimit të kuptimit. Ka mundësi dikush më pak lexon, po është më kuptim thellë se ai që lexon shumë. Këtu janë begatitë Allahu xhallahu ala dhe rreziku që ndon mesin e njerëzve. Andaj Ibn Abasi radhiyallahu anhu ka qenë nga ata që kuptimit i ka pas thella. Qase kështu edhe pejgamberi sa më ka përmend dhe ka bëu dua për të. Andaj menim ne ai ka thonë Omeri tash më i testu me pak sponjeni mirë pse është Ibn Abasi, ka thonë e kam një problem në surën An-Nasr. Qysh e kuptoni ju? Çka Allahu ka thonë në Kur'an, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kur vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi pe Allahut azza wa jall, edhe i sheh njerëz duke i grupin fen Allahut, fasabbih ti madhroje Zotin tënd. Këtë lidhje mes ngjarjes që ka ndodhur edhe reagimit, Omeri ka dashur me esheru me sahabët. E disa e kam përmend një koment, Omerit si ka pëlqy asë për tyne, se ka pa që është i duhuri, andaj i ka thonë Ibn Abbasit, e te o djallë është që ki me thonë, kjo sure qka ka të regu kur ka zbit? Ka thonë kjo sure ka të regu se vdekja pejgamberit sa më është afër. Ka të regu se është fundi Muhammedit alayhi salatu wassalam. Edhe ja ka komentu pse o qështu apëtën, edhe qështu u konë, dhe surja ka këtë kuptim sikur se këna me esheru. Andaj ka Omeri radiallahu anhu për këtë djallë ullet të apën. Në mo kërkur se ka testu Ibn Abbasin, ku dhe që ka qenë nga se ka kuptu thellësinë e kuptimeve të ti. Surja An-Nasr të nërëmë e kuptum që është paralemruse për vdekjet pejgamberit alayhi salatu wasallam. Po para se tjetë paralemruse, kjo sure realisht shpërfaq edhe sa kuptime me rëndësi. Andaj përfillojmë dalë nga dalë mas këtij prezantimit të përgjithshëm të surës me komentin e pjesëve të kësaj sure. Allahu xhallahu ala tha idha jaa nasrullahi wal fath. Idha në këtë rast është domethënë për përforcim. Idha jaa kur vjen ndihma e Allahu xhallahu xhelalu. Me ndihmën e Allahut ka ardhur atër kjo jep me kuptu, dhe më thonë, jep me kuptu tregimin e, ose prezentimin e begatisë Allahu xhallahu ala në kuptimin e konfirmimit edhe në kuptimin e vetëdijsimit besimtarve për begatin që Allahu xhallahu ala ka besimtarve. Ata e kanë ditë, se mas çlimit Mekës e kanë ditë se ka ardhur, mirë po, jo ndoshta me nivelin e duhur të vlerësimit. Jo me nivelin e duhur të vlerësimit. Nëse nga një të ndërvëllëzër, na e dim se kemi një begati. Ne edhim se kemi një mundësi, ne edhim se ka ardhë një çështje mirë, po e vlerësojmë sa duhet. Kjo është çështje tjetër pastaj. Ka shumë begati që i gëzojmë, po nuk i vlerësojmë sa duhet. Ka shumë mirësi që i gëzojmë, po nuk falenderojmë sa duhet. Andaj kur vije me këtë shprehje, idha jaa nasrullah, Allahu xhallahu ala vetëdijson edhe sahabët për ngjarjen e madhe që ka ndodhur deri në gjykimin. Edhe këtu ka ardhur nasrullah wal fath. Kur vije ndihma e Allahut edhe çlirimi. Është përmend ndihma e Allahut e nuk është përmend çlirimi i Allahut. Se dy atë janë, edhe çlirimi edhe ndihma është për Allahu xhallahu ala. Allahu kur e ka përmend ndihmën, e ka përmend të bashkangjitur atij. Kur e ka përmend çlirimin, e ka përmend veç kuptim të emrit të ngjarjes që ka ndodhur. E përmenda që El Fath me konsenzusin e dietarëve është për qëllim çlirimi i Mekës. Allahu thot idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi prej tij. Çka ka dallim nasrullah edhe fath? A ka dallim mes çlirimit edhe ndihmës? Kur vjen ndihma, se nasr është ndihma që nënkupton
që nuk kupton ngadhimin mbi armikun. Nuk kupton ngadhimin mbi armikun. Feti është çlirimi. Janë të paraforta. Pse s'është përmend vetë çlirimi i Mekës, por përmend edhe ndihma Allahu xhallahu ala. Ka shumë këtu çka për të thonë, mirë po i përmbledh disa kuptime të rëndësishme. E para të ndërmëzër, fjala Nasr nuk kupton ndihmën Allahu xhallahu xhelalu. Nëse fjala Fath, çlirim, nuk kupton rezultatet e kësaj ndihme. Me çka ndihmon vazhdimsi ti e ke çliruar Mekën. Nuk kanë lidhje mes shkakut dhe pasojës. Fjala Nasr dhe fjala Fath kanë lidhje mes shkakut dhe pasojës. Për shkak se të kanë ndihmuar vazhdimsi, ti e ke çliruar Mekën. Kjo është një kuptim. Një kuptim tjetër është të ndërrozur se fjala Nasr ndihma që nuk kupton edhe fitoren ka shumë kuptime. Nëse fjala Fath ka veç një. Qysh? Nasr me ndihmu Allahu robit nuk do të detyrimisht me mposht armikun. Nuk do me thonë. Fathi zakonisht e ka kuptimin e mposhtjes. Zakonisht e ka kuptimin e mposhtjes. Ndërsa Nasri jo detyrimisht e ka kuptimin e mposhtjes. E Nasri çka nuk kupton kur Allah të përkrahet një man nga format apo nga pamjet më të prekshme të kësaj ndihme është që Allahu xhallahu ala të ka rutjesh parimor. U provokove në parimet e tua në surën Kafirun. Ata të dhani mundësi për kompromis. Andaj Allah thot: "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Mos me qenë që natë kena forcu, ke të jamajt anën ka pak ata pëtën, për pejgamberin s.a.s. Surë Isra, Allah tha, laula në thabbatnak, mos të ishte na me të forcu, ti jamajt ka pak ata. Se njëri është, pejgamberin s.a.s. ka mujt me menu që nështë kjo çështje është mirë, ose kjo përmes është mirë, mund tjetë, ama ja, Allah ka ndërhyja pëtën. A dhe që kënë Nasr, pse ti nuk ke lëvizin ka parimet, natë kena mësu që shmosin këtë situatë, që kjo fitore me madhe. Nga se që këj ka e kuptim Fathit pasaj apëtën. Se të ndërru vëzër, ka mujt me ka mushru ma herët, ka mujt heq pa boj gjeneta, ka mujt me kompromisin e ofruan Kafirun, ka mujt me ndodh. Ama s'kishte qenë Nasrullah mu apëtën. Nuk që me qenë Nasrullah, ju ndihmë Allahut mu. Nga se këtë lloj kompromisi që është në dëmtim të parimeve e në veçantë besimit, Allah nuk e përkra. Nuk e përkra Allah xhallahu xhelalu. Atë dikush mund më dalë. Sot përshën që na tu kund meqëm, këna bu kompromis, sot jena të pajtim, sa i mund me konë qështu. Ama që kënë tim që Allah e ka kërku, a është që qlirimi dhe fitura që Allah e kërkan, kjo është pasaj qështë tjetër. Ndaj, natë këna forcu në parime, natë këna majtë stabil në udhëzimet e besimit, kjo është ndihma. Kjo është ndihma. Qështja tjetër të ndërvëzër është se, Kurajshtë e Mekës kanë qenë në avantazh ndaj pejgamberit sa në shumë aspekt, apo? Edhe ekonomikisht, edhe ushtarakisht, po flasë për Mekën njëra, po. Edhe ushtarakisht, edhe ekonomikisht, edhe medialisht, ndikimi i fjalës së Kurajshit ka qenë më i madh tek arabët se ndikimi i fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo, me gjithë këtë përpjekje të Kurajshëve, me shëmtu figurën e pejgamberit alayhis salam, me e shëmtu besimin e pejgamberit alayhis salam, me e bë të nevoritshëm, pa pranueshëm, pa kuptueshëm, kanë dështu. Kush të kanë imu me imposht në këtë mejdan? Nasrullah. Allahu xhallahu xhelalu. Andaj të ndërvëzër, nga njëre fitura nuk do me thonë veç me shkel armikun, veç me imposht armikun, po do me thonë që makinerin medialet të ti me imposht, kur ajtë do me shëmtu para tjere, para se me dëra. Nga një fitura nuk matët veç me viktima, po matët edhe me mesazhe që përqojnë viktimat, me mesazhe që përqojnë beteja, lufta mes palët të caktuara. Prandaj Allah xhallahu ala përmend se na këtu të kanë animu. Na të kanë animu këtu. Prandaj tek arabët për shembull, të ndërrozur, në fillim ka qenë pak e paqartë. Mirë po, me kalimin e kohës arabët e kanë kuptuar kush e ka mirë. E kanë ditë. E kanë vonu fisë të caktuara islamin për kalkulime personale, caktuara tyne. Derisa është forcuar pejgamberi alayhis salam. Mirë po, gjatë tan kohës e kanë ditë. E me ditë mu largu pa qartësit, me u rënu dëmon fushatat, mu largu dilemat, është fitore. Prandaj Allah këtë e qunë Nasr. Që kjo Nasri? Që kjo fitore atë? Edhe
djaloshi të ndërozat në surën El Buruj që kemi përmend. Rasti ti me mretin. Kur e ka vrarë mreti djaloshin, apo djaloshi ka vdekur, është e vërtet, është vra. Mirë po, a ka fitu djaloshi a mreti? Dihet, ka fitu djaloshi. Djaloshi ka fitu. Kjo s'ka qenë feth, nuk ka qenë domon përmbyllje e betesë që mi marrë dhe pushtetin, nga se pushtetin ka vazhdoj me majtë. Mi po veç pushtetin formal, pushtetin e zemrave, të dashnis, të afërsis, të animit të njerëzve, e ka fitu kush? Djaloshi. E ka fitu djaloshi. Nuk ka hub. Po u vra. është të vërtet që u vraj, po mas ti që ka ndodhë? Kajtë populli gati më musliman ato. E kam pa kush ka fituar. Andaj të ndërvëzër nuk bën me nxitu, me i analizu shpejt gjërat kush fitoi, kush humbi. Nëse kuptimi i fitores është shumë më i gjon, apo është shumë më i detajzuar se që të kufizohet në forma të caktuara. Në forma të caktuara. Prandaj na duhet më u përmbajt fjalorit kuranor. Na duhet më përmbajt koncepteve kuranore në definimin e gjërave. Kujt i thot Allahu xhallahu ala, kujt Allahu i thot fitore, e kujt Allahu xhallahu ala i thot humbje. Kujt i thot Allahu xhallahu ala çlirim, e kujt Allahu xhallahu ala i thot robnim. Kjo çështje shumë e rëndësishme me kuptuar mbi bazën e fjalorit të referencës mbi bazën e shpalljes. Andaj Allahu thot idha jaa nasrullah wal fath. Çështja tjetër këtu të fillimit të ndërrullës është se Allah tha Nasrullah, ndihme Allahut, po dhe feti është pi Allahut, edhe çlimi është pi Allahut xhallahu ala. Feti është akt, moment, edhe është pi Allahut. Mirë, përkraja e vazhdueshme e Allahut me ty, është çaja që është me rëndësi me kuptu. A është Allahu gjithë me ty? A do të vije çlimi nga Allahu, a nuk do të vije? Kjo është tim tjetër, mund vije mas teje, sikur se përmenda. Mirë, po gjithmonë duhesh me pyet veten tonë, a është Allahu me mua? Prandaj ka thënë Nasrullah. Gjithmonë Allahu ka me ty, gjithmonë Allahu të ka përkra. Asnjëherë Allahu s'ka praktis. Prandaj edhe ka ardhur edhe çlirimi i Mekës. Nasrullah thash është shkaku që Allahu xhallahu në forma ndryshme e ka ndihmu pejgamberin alayhis salatu wasalam, pastaj ka ardhur çlirimi. Për këtë arsye Allahu tha idha jaa nasrullahi wal fath. Çlirimi i Mekës të ndërozur nuk është ngjarje e rëndomt. Nuk është çlirimi i një qyteti. Nuk është çlirimi i një kryeqyteti. Është shumë më e madhe. Nëse Mekja është shumë më e madhe se vetëm një qytet me kon. Mekja është shumë më e rëndësishme se me kon një vend. Shumë më e rëndësishme. Mekja para se me kon e ndërtuar në kuptimin e banimit, Mekja është ndërtuar në aspektin e kuptimit. Mekës ai ka parapri banimi apo kuptimi? Kuptimi. Qysh i ka parapri kuptimi? Allahu xhallahu kur përmend se Ibrahim alayhis salam e kalon, do të thonë familjen e tij në shtetin biwadin min ghairi dhi zarra, ka qenë lugin e pa mbjellur, pa njerëz e vetmume. Mirë po, shembullin që e marrim dhe kuptimet që dalin nga lënia e fëmisë edhe gruas të Mekë janë më të mëdha se mësimet që marrin nga ndërtimi i Mekës. Prej Qabeja dhe ndërtimi i Qabës, më së pari kanë qenë burim i kuptimit, pastaj ka qenë vend i banimit. Kështu që ky vend non-stop të ndërroz është burim i rëndësishëm i kuptimeve të rëndësishme për besimtarët. Është vend veç fakti se është kibla muslimanëve, sa domethënie ka. Veç kjo. Veç fakti se këtë musliman në botë, për kundër dallimeve që i kanë, anëve që i kanë, kohërave, vendeve që jetojnë, kthehen ka kibla, aq kjo do të thonë se shumë do të thonë se. Pastaj një nga shtretet e mëdha të haxhit kryhet atje. Një nga shtretet e mëdha të Islamit, haxhi kryhet ku? Në Mekë. Prandaj është shumë më tepër se një vend. E keni pa për shembull të ndërvëllë vëllezër. Ka shumë vende gjatë historisë kanë pas kryeqytet. Ai kryeqytet nuk vazhdon me konë që ashtu mo. Kryeqyteti është bardh dikun tjetër. Ka mundësi ai që konë kryeqytet një kohë shumë i banum, ka pas lëvizje, ka pas ngjarje të mëdha aty, ka pas zhvillime ekonomike, tashmë është një qytet i braktisur. Kush se viziton? A ka kështu në dunjë? Ka çështë në dunjë apo? Ka kryeqytet në botë për shembull që për shkak të ngatesë së madhe, tash për shembull ai jet kryeqytet, mirë po kryeqyteti në esencë bardh dikun tjetër. Qeveria ndërton qytet tjetër që me kon atje, administrata me kon shteti e kështu me radhë, pse se e ka humb kuptim me kon këtë vend.
Nësa Mekja, me këtë ndryshime që i ka pas, me këtë dhime që i ka pas, apo kur së në lëviz. Askush. Nuk unë kur kush me thonë se pak e ngush kë Mekja së për anëzën, e bëjmë në një Mekja dikun tjetër, që atje e bëjmë qabën, se ngusim qabën, që e bëjmë e lëmë që atje, tani gjën e kjeri, mund i marë ka 10 milion, a mundën në bëqështu? Ja, së mundësh me bëjmë, e pa mundësh me është, nuk mundësh. Andaj Mekja nuk e veç qabja, po qabja është një pjesë, Mekja shumë a shumë se qabja. Mekja shumë a shumë se qabja. E pëse Mekës, kuptimin e ka e qabja, normal, i po dhe Mekja ka kuptimin e vetë. Për këta suja dini se, haremi Mekës është ma i gjonë se sa, dhe më thonë vetë struktura e qabës. Vetë struktura e qabës. Haremi është shumë me kilometra me i madhë. Andaj Mekja është qëti veçantë, është qëti posaqëm. Lidhja e besimtarë me Mekën është lidhja e posaqme. Kur Allah thot, Mekën e kemi qëtëru, është punë e madhe. Nga qka është në Mekja? Kur Allah gjellore përmen të ndërru të zëshrimin e Mekës, a nuk kuptën gëzimin për ndrinë pushtetit? Ka ndru pushteti. Sa është mo Ebu Lehebi, kryetari i Mekës? Ta është o filoni. A që kjo fitoria? A që kjo qëllirimi? I ndru pushtetartë, është ndru sistemi. A që kjo problemi, apo të qka ma shumë? Jo, shumë ati për se kaqë. Shumë ati për se kaqë. Meka të kalën dimenzion e ati që ka mundësi me udheqë. Ka mundësi me pas të pushtet. Meka pas idhuj. Nëse Meka është ndërtu për besim në Allah në Gjellë Hovdën. Prandaj, largimi dhe thyrja e idhujve dhe rikthimi i Mekës në frymën e besimit në Allah Gjellë Hovdën dhe një shmërisë që kjo është fitoria kryesore. Që kjo çlirimi kryesor. Nga se krejt e kanë ditë se Mekja është vend i shenjtë. Krejt e kanë ditë se Mekja vend i shenjtë. Mirë po, përderisa e kanë pas Kurajsht Mekën, ka pas fisë arabe që ende kanë pas më dyshje se a është Muhamedi sa më i dërguar Allahu te ajo. Pse? Nga se kanë thonë, me që Mekja është shtëpia e Allahut, edhe kanë bërë Allahu me elefant si kur në film, edhe vazhdon me udhëheq Mekën, fisi Kurajsh, ka diçka këtu. Për që ta, kur është ra Mekja, në dorë të pejgamberit sa, njerëz ka një grupe në fejë. Pse mos ka pas më shumë argumente, mas tani, jo, s'ka pas argumente. Kanë kthyer Mekën, kush e ka Mekën? Çaj e do Zoti apo. Kë nuk ka gjithmonë çështot. Po njerëzit e kanë çështë pikë e kanë bindjen. Andaj kanë met në idhutari, në bestytni, veç për faktin se Mekën e kanë qëta. Andaj kuptimet i kanë marrë nga dominimi i pushtetit mbi Mekën. Për shembull të ndërvëzër, ka njerëz që mund të jetojnë me një vend ku është një pushtet, po ju detyrimisht me nda kuptimet e njëjta. Ju detyrimisht me nda besimin e njëjta, o që është nuk shme me një vend, nërënën, kryetari ka bindje tjera, ka kuptimet tjera, që s'kia se bindje. Qeveria ka bindje të saktuar, të s'kia se bindja, ka mund si me ndohë kështu, ka mund si me ndohë. Mirë, po Mekja nuk unë kështu të vë. Pushteti ka determinu edhe qka? Edhe kuptime, edhe loyalitet, edhe besim. Për të arsye, ramja e Mekës nga durët e Kurajshve, realisht çka nuk kupton? Nuk kupton edhe fundin e keqpërdorimit dhe manipulimit të Mekës përmes Mekës, po do të thonë drejt njerëzve të caktuar. Andaj kjo është fitore e madhe, që s'ka manipulim mo, s'ka mashtrim mo, nuk ka mo keqpërdorim, nuk ka mo shef pas Mekës, punët janë qartësu, janë të qarta, tash dihet Allahu kënë e dënë, dihet Allahu kënë e ndihmon. Qartësia, sikur se përmena, është fitore e madhe. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Çka është e madhe, shumë që Allah xhallahu e ka përmend. Andaj Mekja tash nuk është thjesht vend, por është burimi i kuptimeve, është burimi i frymëzimit, është vend kthim i zemrave besimtare para kthimit të fytyrave të tyre. Andaj shumë më rëndësi kush e ka në dorë Mekën, kush e menaxhon Mekën, shumë është e rëndësishme. Pastaj Allah tha: Idha ja'a nasrullah. Kur ti e shë që ka ardhë ndihmë Allahut dhe çlirimi. Kjo formë e formulimit nënkupton se diçka e madhe ka ndodhur, sikur që e përmend. Andaj vlerësone, nuk ka sikur se, për shembull të ndërvëzër, nuk ka ardhë që kështut formulim kur është çliru Medinja. A ka ardhë kur Medinja u bë me pejgamberin sa, për shembull. A ka sure veçantë kanë e tash, a ka? Ka ajete që kanë folë që se kanë prit ensarët, muhaxhirët. Fokusi ku ka qenë? Tek shkunën në Medinë, tek mikpritja e ensarëve, muhaxhirët. Këtu ka qenë fokusi më i madh.
Apo? Edhe ka qenë vlerësimi i sakrificës së kurajshve, së sahabeve, muhaxhirëve, që me lënë Mekën me shku në Medinë. Që tu kon fokusi i Medinës. Po ju në aspektin e çlirimit së qytet. Nëse të Mekja, fokusit e çlirimit së qytet. Andaj Mekja këtu do me Medinën. Edhe do shumë me Medinën, normal. Se Mekja është në tjetër nivel, padyshim apo. Për këtë arsye Allahu xhallahu kur tha idha jaa nasrullah, kur vjen ndihma e Allahut, wal fath, diçka e madhe ka ndodhur, kupton se diçka e madhe ka ndodhur. E mirë. Kur Allahu xhallahu ala e përmend kët, ja shton tash edhe një ngjarje tjetër madhore. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Edhe shet që njerëz po hinë në fenë Allahut grupe. Të ndërruar vëllezër, nëse bujna bashkë të parën edhe dytën. E para idha jaa nasrullah. Edhe dyta, orajtë në nëse, ishe njerë duke i fenë Allah Gjellera. Kër shtu dyja i bëm bashk, jenë dikun 20 vjetë sakrificë, angazhim. 21 vjetë sakrificë. Luft, beteja, shpifje, presion, shtypje, plashkitjet pasurisë sahabeve, gjithë shka kam bo. Apo, edhe ti më shë 21 vjetë, i më shësyt për të më honë edhe 21 vjetë e këthën, je kom pjesë e betejave, je kom pjesë e kësaj. Apo, së është në të fund, erë qëja që këna pritëm. Qëja që ka shku 21 vjetë, që që ka do këmas qështia jeti, harruan të, është harruan të, ka shku atë, ka pas dhimbje shumë, po, ka pas shumë probleme, shumë këna ik, këna shpërngull, jena ik, në kanë shpif, në kanë shtyp, në kanë vra, gjitha kanë do, ama që, erë dhe japë të shikon. Pra dajtë në vëzër, njëri duhet më përpjek, me kur ambicios, mundu, mu lodhë. Kur vije suksesi, haran që o lodhë. Nisi gjumë edhe kryet krejta. Nisi gjumë kryet krejta. E këpa për shambull në 10 e Ramazanit. Sa musliman lodhë, në angazhohen, të natë një badet në tonë. Që ati të bajrami pak, jene të ladhë, 2 ditë edhe këthet normalitet. Ku shkoj gjumi ati që se ka prit natë në kadrit, e ku shkoj lodhë ati që e ka prit natë në kadrit. Që kja është me kuptu një jetë. Jetë është sakrificë, është angazhim, është betej. Ka marë pushimi me lene në gjithësqysh. Ama lodhu për deri sa është mundësia mu lodhu. Angazhohu e përpjeku për deri sa mundësia mu përpjekja me u angazhu. Nga se ka marrë koha kur, ka marrë mundësia me pushu, e ty tani s'ka mu duk i lezet shumë pushimi. S'ka mu duk i këndë shumë pushimi. Sa ju ka duk sabë i këndë shumë slirimi, kër kam shetë si kanë, a është e mundshme që u këthim në Mekë? A është e mundshme që tavaf lirë shumë përbojmë? A është e mundshme që s'ka mu lati, s'ka mu uzaja, s'ka idhuj, s'ka bestytni, s'ka fyri Allah dhe shpet Allah, a është e mundshme? Po e mundshme është, ama diri sa kanë mri këtu, veti sahabet, diri sa kanë mri këtu, veti angazhimet, veti lodhe tyne. Dhejtë të ndërëzër, kur që zvjen lirë shumë? A ka mujtë Allah me e qëru Mekën me lajke? Po ka mujtë vëzni, me shpendi e ka qëru Mekën, me shpend, e ka rujtë Mekën me shpend, me dë shpend që s'dim që janë konë realisht, po të vogëlin konë. Me do kuralesa ka gjithë pesë, në altë i kanë lërgu një ushtri që ju ka tremë Kurejsh, e Kurejsh me qëka i kishtë lërgu Allah Azogjel? Me qëka dënë? Ama jo, kjo tjetër është, tjetër është kjo. Qëllimi i Mekës është punë e madhe. Nuk është çështje e rëndëmt. Prandaj edhe ka ardhë në vazhdimësi të jetësimit të ligjit Allah Xhallahu Ala. Për shembull, a ka dallim mes Isras e Mirajit edhe mes hijrit, a ka dallim? A ka mujtë pejgamberi me shkuën hijrat si në Isra, një burak, me hyp, edhe 2 sekonda në Mekë është, në Medinë. A ka mujtë me ndodh? Ka mujtë me ndodh. Ama hijreti është diçka tjetër, nuk është si Israja. Hijreti është mësim jetësor, është burim i kuptimeve, inspirimit, është diçka e madhe. Israja nuk ka që ashtu të për shkak se Israja s'është për neve. Nuk është për neve, hijreti është për neve. Prandaj Allah Xhallahu Ala ka përmend se hijreti nuk është sikur se Israja. Edhe ka përmend se qëllimi i Mekës nuk është sikur se i Medinës. E këtu Allah ka përmend vëmendjen edhe tek një gjë madhore. Wa ra'ayta an-nas yadkhulun. Ishe njerët që futën në, do më thonë, fejnë Allah Gjellë Gjellalu, grupe. Futën në fejnë Allah Gjellë grupe. Që e sakrificë madhe të nërvozër, që e lodhje madhe, e ka pru qëtatën. Prandaj, ti kurshet që njerët po këthejnë në fejnë Allah të Azogjel. Për shumë që ilhamna po shtohet namazlit,
po shtohet mbulesa, po shtohet agjërimi, apo është një farë kthimi njerëzve, apo kësaj ka paraprit një periudhë e një sakrifice, e një lodhje, e një mundimi dikujt, e një sabri, apo që dikush ka kaluar për situata të caktuara, i ka ruajtur rregullat, parimet e njerëz pastaj kanë pas mundësi që brenda kohës së caktuar me menuse a do i kthen Allahu xhallahu ala apo jo. Prandaj Allahu xhallahu ala si ka bëhet njëjtë ata që janë bë musliman mas lirimit si ata që janë musliman para lirimit, nuk kanë njëjtë apo. Nga se nuk është njëjtë, nuk është njëjtë kurrë si ai i cili e ndihmon fen Allahut, beson në Allahun xhallahu ala dhe në tërë këtë veprimtari kalkulon veç Allahu e pranon. Apo në kjo është kalkulimi i vetëm, veç Allahu e pranon. Kalkulon në shpërblim të Allahut xhallahu ala, veç aty kalkulon. Ndërsa ai tjetri që e ka dhe këtë, po kalkulon çka bëhet me pozitën, çka bëhet me biznesin. I ka dhe kalkulime tjera, andaj duke kalkuluar i vonon përgjigjet. A janë të njëjta dy? Ja, është të njëjtë. Sa njëjtë sikur për shembull, apo kur ka qenë paragjykimi i madh me fal namaz, paragjykimi i madh me pas shami, ka qenë problemi i madh si djalë i ri, edhe mu përmbajt në epsh, edhe me arë në xhami, edhe familjarisht i koni keq kuptuar edhe në çdo aspekt, ama ke rezistuar kënaqet sikurse për shembull kur kjo çështje bëhet më normale. A o njëjtë? Ja, nuk ka njëjtë apo. Nuk ka njëjtë apo. Prandaj ky ajet tregon që sakrifica është ajo që Allahu xhallahu ala e shpërblen edhe asnjëherë nuk i barazon ata të cilët domon janë mënuar janë përpjek si ata që nuk janë mënuar nuk janë përpjek në kohën kur dashur mënuar më përpjek ata. Edhe çdo kush nga ne të ndërvozon i ka betejat e veta, i ka sprovat e veta, normal. Sprovat e veta i ka. Don luftë do të ndal e do të ndal. Apo dikush e ka pa që duhet me dalë, se koha e lipëm. Dikush u dalë dikun tjetër, gjithë kush i ka pas punë të vetëm. Apo shënë barabartë, nuk e njëjtë kur ato, s'ka mundësi ato me punë. Po, tash dikush të punë ku një vogël, ani, ka të betejë tjera, edhe tash sot, dikush rrënë, dikush del. Edhe sot dikush beson se bëhet mirë, dikush beson që bëhet mirë. Andaj, nëse kur bëhet mirë, nuk ka njësja që ka nejt, e ka sakrifikuar me më mirë, se ja që ka kur bëhet mirë, në thërë një unë e vija, a është njëjtë? Ja nuk ka njëjtë. Asken gjykim nuk e vendosim, larga saj. Asken nuk e nënçmojmë. Mirë, po kur bie puna me përmen, sakrifica e mund du të me ditë kush kur u konë, edhe kush ka punë kurat saktuara. Për të arsye edhe Allahu te barekuhu teala muhaxhirët me ansar si ka parazu. Para mëna, çka kanë bën ansar, punë e madhe megjithatë. Muhaxhirët kanë pas pozitë posaçme apo. Muhaxhirët total janë më të mirë se ansarët, a është ashtu? Edhe pse nga mesi e ansarëve ka më të mirë se muhaxhirët, në kuptim individual ka, ama në kuptim si grup, këta janë muhaxhirët, këta janë ansarët, muhaxhirët janë më të mirë. Pse? Për shkak se ansarët me gjithë sakrificën vend vetë jënë metë, ama muhaxhirët dashtë edhe vendin me lëshu, nuk ka njëjtë aftër. Andaj Allahu xhallahu ala të ndërrua mëson se çdo sakrificë edhe më minimale që e bën për Allahu xhallahu ala, ngrihet tek Allahu te barekuhu teala. Për shembull, të ndërrua vëllezër, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush thot 100 herë subhanallahu bihamdi, 100 herë subhanallahu bihamdi. Kur kush më mirë saj çat ditë s'ka bë, kuptim dhikrit. Pos ai që ka thonë pak më shumë saj, normal. Domethënë, ai thot 100 herë, ti 101 herë thosh atë. Ti je Allahu më mirë. Për një herë atë. Për shkak se Allahu mot me sakrificën e kontributin. Kështu që wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi azza wa jalla. Sahabët kur kanë thënë ti ndalë më ne, deri ç't marr, çfarë sakrificë ka pas, çfarë mundi ka pas, çfarë lodhje ka pas. Edhe në fund Allahu xhallahu ka ardhë prej Allahu te barekuhu teala. Dhe gjithashtu të ndërlozën nga kjo kuptojmë orejtë e nësë jetë kurën për dina e fuajgjën. Që ka, pejgamberit e sami ka Allah dhe i sheh njerëzit duke i jem. Pse e ka unë e i sheh njerëzit? Që s'ka unë dhe njerëzit hynë, që ka lidhë a i shetja si sheh. Përëm a i shetja si sheh, me rëndësi është a hi njerët fitë Allah gjellera. Pse? Për shkak se ka dash me thonë pejgamberi që ato që ke prit me ta kënaq zemrën që ta kënaqëm.
Apo, ja se besimtar i kënaqet zemra kur sheh popullin e vet, familjen e vet, dashamirët e vet, ka i kthehen sejdës e Kuranit e largon nga harami. A pesha, çato që me zemër ke pa motje ke dëshiru, ta kanë mësuar me pa me sytë e ballit. A ke pasur me pa Mekën, çpras nga idhut, çe kimi pa opton. A ke pasur me pa Kurajsh musliman, çe kimi pa. A ke pasur me pa arabët ka i musliman, po çe kimi pa, waraita. Me ta kënaq synin ty opton. Sheko, begati mas begati, Allah e përman. Ane që ke e gëzën muslimanit e ndërlozë, që ke e gëzën? Kur ti munosh, angazhosh, apo, dhe në fund, e shë që mundët fëmija jëtë në sejgjde, fëmija jëtë në Koran, aj tjetëri kështu, kojshit e tu, akrebat e tu, popullë jëtë, i shetë duke u këtë, elhamdulillah, që ta e kum dasht, që ta e kum prit, për shtë e munu, për shtë kum qenë stabil, për shtë kum nejtë parimor, për shtë kum refuzu qëfar do ofertë e kompromisi, thot muslimani. Andaj, ora e i të nëse, ishe njerëzit, nëse shikimi, ndryshë është kër e shë dhe kër të kalëzojnë, kër e shë atë. Apo, të edhër me të për shambull, elhamna, ka shumë musliman këtu, për shambull, edhe kër i shë, ndërës mushë gjemija plët, të edhër shikja atë, a që është të, ndryshë është, elhamna, ka shumë, ama kër e shumë edhe rezultatë në këse shumësie, në aktivitet, në organizim, gëzojmë edhe ma shumë, normal. Në dim se ka shumë musliman. Po kërë për shembull në reagimet caktuara, në projektet caktuara, në organizimet caktuara, t'jepet përshtypjes, a me t'kush më rëvlaptën. Kuptim që s'ka bashkëpunim, apo. E ki qef me i pa, kalablak, në gjdo aspekt, në gjdo organizim, në gjdo projekt, mi pa shumë, me të regu se këtu jemi, gjdo thiri i përgjigjemi, ta asaj që Allah Gjallahu Ala është i knaqur. E kur i shedu ku përgjigj, tush, elhamdulillah, ja ka vlet për ligjerata, e për libra, e për atë, e ja ka vlen për këtë se njëri ja vlen gjithë me Allah Gjallahu Ala. Edhe asë më smarë, më s'ke qëltohemi, apo, por dalën kur edhe e shë. Wallahi dalën edhe kur e shë, apëta. Dalën kur e shë. Produktën e pjesëmarrës të në punë caktume. Qa do qofte? Qofte për ape dijes, lehtësim të dijes, projekt caktume, dhe të më gjemije, qka do kofte? E shë, apëta. Allahu Gjallahu Ala ka thunë Musajt al-Sam, këthau të poplë se i në këthi i dhutarisë. A i ka besu Musa a.s. Allah qëshja, edhe ka pas me veti plakat e Tevrate që Allah ja ka zbrit ata. Mirë po, kur i ka pa një me ka adhurojnë lupën, i ka dhra plakat i dhënimit atë. Tjetër është kur të shaftë. Andaj edhe në kuptim të zhgënjimit, por edhe në kuptim të inkurajimit dhe knatësis, dalon kur e shaftë. Pra e të ndërëzër, pjesëmarrja e besimtarëve në xhumë ka që të kuptim, në bajram me konë madhësore, ka që të kuptim, me të regu se këtu ka musliman, këtu ka përmenit Allah, këtu ka një shmëri, jo në kuptim të provokimit të askujt, larga saj, kemi cekë, po në kuptim të shfaqësë simboleve të Allah Gjallahu publikisht, më thire zani këtu, elhamdulillah, mas përpike me enale zanin, në komunizëm, në sistemi ndryshme, sot e njën, elhamdulillah zanin, a nuk është nësia? Ata gjyshri tanë, Allah o i mëshirot të vdekurit e gjallët, Allah i shpërbleft nga të vjetërit, që e kujtojnë kohën kur dy vete kanë folë sabahin, ose suqil gjemija për sabahit se s'ka pas gjemat, ose s'kan guzuf medal, ose ka pas gjemijat mshelta, ta shojnë këtë rinj që vjen gjemije, mushën gjemije të savat, a nuk zot e kur isha? Kom një për ty dhe tash me dek mo, heq s'du mërnu mo, veç se e pas gjemija së mshel mo. Pano, ka jetu për me pase, apo mshelet të bura po jetë qenë, që kjo kon qefi ti, që kjo kon brenga ti, a ka me vazhdu dikush mas meja jo, kur ka pa që i vazhdan, tash ka unë ecën. Që ta Allah Gjallahu ka unë pegamës, a i pe, a u knaqe, tash jeta vazhdan, normal, shtami vazhdan, o rajtë e nëse, jedu khulun. E ka përmenë Allah Gjallahu Ala në kohën e tashme, jedu khulun. S'ka thonë, apo, si kurse i dha gja është ku e kaluar. Nëse jetë khulun ku e tashme, e jetë khulun në kuptan proces në vazhdushëm. Për dhe Allah Gjallahu që ka tha, Allahu të ka një mu, Allahu e ka një mu këtë fej, Allahu e ka qëru Mekën, dhe me qërimin e Mekës janë largu pengesat e besimit. Kjo është më rëndësi shumë të largohen pengesat. Janë largu barierat e besimit. Dhe njerëzit do të vazhdojnë me hinë në islam. Pra da i shikojnë të ndërën vëzërë. Muslimant, në qëfar situata që janë, ma dopt,
Nështë ta më të përqamë se sot, historikisht është kogja problem me gjithë në i vakt, në i ko. Problem është me gjithë, apo? Me gjithat, a funksionan që kjo jetë khulun? Shumë funksionan. Hynë, apo? Ti shenë të përshamë, me qire lipe një dhe tani ti qërrojnë sy të kalëzu që u bo. Në menis me kalëzu sa bohën e për bota, për mërash, dhe më honë, duhet 24 satës me kalëzu hene një 10 vete, një 200 vete, një 500 vete, që shtu të me kalëzu. Nga se procesi i hyrjes njerëzve në fetë Allahut është i pandalshëm. S'ka pas sistem që e nalë, nuk ka pas. Sot që ka menu sistemi se u kry, me që kur ka ndalë atë. A ka qenë që shtu? Nësa vene, në trojë tona, në Balkan, veçarisht në shtetin amë, në Shqipni, qëfar dhunë është bërë? Qëfar presioni sistematik është bërë që me u siguru se këtu mu Allah e këbërstuhet, apë? E, kur ka menu se u kry, Allah o gjellëvara ka qelë porta, edhe njerës hinë vazhdimisht, prap hinë, apë. Kërë që të ndërëzër, kjo është feja Allah, që ta Allah konë idha gja e nesrullah. Orejt e nësë jetë khullu në fi, dini Allah je faqja. E ishe njerë të hinë fene, kujna? Në fene Allah, që në fene tone. Si ka thonë të pejgamberësëm, orejt e nësë jetë khullu në fi, dini ke, hinë fene tone. Jo në fene tone sashtë. Kjo është feja Allah gjellë vana. E përdiris është feja Allahot. A i ka me vendos, a ka me pasë zanë, a jo. A i ka me vendos, a kanë me hi, a s'kanë me hi. A i ka me vendos, a kanë më mlu, a s'kanë mlu. Jo njerëzit, apë. Jo njerëzit. A i thotë, s'ka mu bu këtë kur, që aty në bërë shpis ti u bu, apë. Kjo është feja Allah gjellë vana. Me të stiftuat. Me ta nuk ditë për para, apë. Allah ka vendos që kjo fej tjetë prezente. Në mes në njerët din kemet. Edhe ka me konë. Situatat ku kalojnë muslimant, dalojnë pastaj. Dalojnë mes përqarës, unitetit, dominimit, në prapambetës, këtë në punë tjera. Allah s'ka thonë, kur ju tani boni në pushtet. Ja, kjo punë e juve është. Ama me hi njës vetë Allahot, rruga ka me konë qilë gjithmonë. Ka sprova, ka pengesa, ama kjo është feja Allahot të të gjenë. Andaj që kjo fitore me madhe, të mbetet rruga qilë, të mbetet mundësia që njerëzit në vazhdimësi me hynë fejnë Allahot të bareke u ta'ala. Për këtë arsye të ndërëvëzër, ka thonë Allah, e rëjtë nësë e dhulun. Ishe njerëzit duke hi në fejnë Allahot, e fuagja, grupe, kanarë. Qatë shumë të një kanë fillu më ardhë, të këpëgëm e sonë, sa që në vitën e 9, kërë bo obligim haji, Muhammed zëmë s'ka mujtë me shku në haji. E ka që Ebu Bekrin, ka thonë se, shumë po vinë fise, pise, unë u bënë musliman, ama besën, e ka që musliman haji, e ka med vetë me i sistemu fisë arabe që kanë himet madhe në islam. Do në të ndërru, vëzër, nështë nuk e di numerikisht, muna me gabu në statistika, mirë po, me siguri, shumë fish ma shumë, musliman ju mbo mas limit Mekës, se të limit Mekës. Do në për 2 vjetë e gjysë, ma shumë njerës në vinë fetë Allah Gjellewala, se sa? Për 21 vjetë. Edhe këtu ka një ursi, të ndërë vëzër, për 21 vjetë, ka një në fejë ata që kanë pas për një me bindja, dhe kanë qenë gjendje me e pagu qmimin e bindjes, një më konë gjendje, edhe kanë pagu. Po jo këtë njëse kanë këtë punë, ata e në bindën, po ka kosto, ka qmim. Prandaj, sa ma te për na, të ndërë vëzër, punojmë me e minimizu qmimin e udhëzimit, na i kontribuojnë fesë Allah Gjallahu Ala. Çka nuk kupton kjo? Sot për shembull të ndërvëzër, nëse një musliman, një motër muslimane, për shembull, menon më mbulu, mirë po ka pengesa të shkollimit, të punësimit e kështu me radhë. Edhe kjo është një pengesë, s'po them a është e pranuar fetarisht apo jo, po realisht është, ekziston si pengesë. Sa tepër na punojmë tash, pagujmë na kosto, që ajo me pas malet mbulesën në shkollimin e saj, në punësimin e saj, ne e hapim atje për shtegun e hyrjes në fenë Allah. Sa më tepër na bëjmë shembull i suksesit. Sa njerëz për shembull ka njerëz që ka dilemë me një fesë kjo fetë mrapa. Ai nuk ka çashtut. Ai si ka kuptuar çka është vetë përpara, po tash njerëzit nuk bindën njëjtë. Sa më tepër na punojmë edhe në kuptimin e besimit e adhurimit kjo domosdoshmërisht
Nëse kjo është baza e ndërtimit, kjo është baza e përhapjes, sikur se ka pas sahabët. Mirë po, punojmë edhe mbi këtë me i lecu punë të dunjos, që me pas sa më të shkollum, sa më të avancum, sa më ekonomikisht mirë që qëndrojnë muslimat, kjo a lecën hyrjen feja apo komplikon? Ja, lecën kjo, së të përshë, Allahu ju ka nimu, ma letë pastaj merr shembull, kur i thush dikuj qëre kë, pa haram që çka u bo, që kjo edhe mlume ku ka rrit, që kjo edhe pse i falë 5 vakte ku ka mri, ki dëshmitar e prekshëm që a ishe, e pamja pastaj inkurajan. Kështu që duhet me punu me edhe, jo veç ti me koni udhëzum, po edhe me lehtësu rrugtimin e udhëzimit dikujt, duke largu çdo dilemë që mund ta ketë rinia kohës tonë, mund ta kenë familjet tona, mund ta kenë shoqëria jonë, kanë dilema. Lehtësimi i udhëzimit duke largu dilemat e barierat është pjesë e ndihmës dhe fesë Allah xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala e ka përmend këtë në surën An-Nasr. Pra të ndërrohet vëzër, kur Allahu xhallahu ala e përmend si begati të madhe, Allahu xhallahu ala kanë fen dhe çlirimin e Mekës, sikur se ceka, e përmend Allahu xhallahu ala se kjo është mirësi e madhe. Normal, Allah është që e ka vendosur, është Allahu ai i cili e ka sjell fitoren, normal. Mirë po, kur flasë për çlimin e Mekës, masallahu, kush bën me aty? Kush bën me? Sahabët. Bën me ata? Po, ata e kanë. Prandaj Allahu xhallahu ala e përmend këtë begati të madhe dhe në kuadër të kësaj begatie lavdon sahabët. Lavdon sakrificën e sahabëve, a lavdon? Allahu lavdron përpjekjen e sahabëve, stabilitetin e sahabëve. Nga se çdëshmëria juaj dhe sakrifica juaj dhe gatishmëria juaj për të paguar koston, sot që kërkohet që kjo fe të për para, realisht ka hapur mundësi që njerëzit me hinë fenë Allah te bareke ve teala. Rajtë ndërvozër flimet janë forma ndryshme. Mirë po, mos harro se asnjë sakrificë që e bën dikush profeti Allah xhallahu ala nuk shkon hoq. Nuk shkon hoq. E keni pa dhe keni dëgjuar dhe keni lexuar. Domethënë për sprova e vëllezërve motrave tona në Gaza. Ata kanë përjetuar dhe vazhdojnë përjetuar, për më është e pashpjegueshme në çfarë do rrafshin. Qysh njëri qëndron çashtu, qysh në njëri çashtu është e pashpjegueshme. Sinqerisht apo. Nuk e di apo. Unë po mendoj ti kishin marrë në shtanë 100 studius të islamit, mi fut diku me një vend, pa ju kaltu diçka, mi sprovu që shtut, nuk e di a kishim arrit, kaj që tu kuptime mi aktivizua dhe me thonë që ba që abdur së në rrijem, nuk e di, ju këta njështë rëndam të njështë jeshtë, që janë këta studius të islamit, njështë musliman, edhe këtë botë që kanë kalzu që ka i bjenë me bo sabër. Sa që statistikat e mëdhaja kalzojnë që në shumë vende, në botën perëndimore, ju më bo musliman, jo me ligjerat, jo me liber, me lajme. E ka pa që qka i ka ndodhë komplet, e komponon këtë sërë, stabilitetit tyne, sakrificët tyne, merujt në mëndzutit, vend e tyne, u bo shemull për dikon që me kuptu se për një me që kështu veç dikush i lidh me Zotin e bën, që i Zotin ju ka për një me, se që ki Zotin ju së në mësën që kështu. Ata në shku, ose dojnë met, ose vërtet, e që shërmet ata? Të mund ti një orë mërdu që është do të është problema për të. Jo në vazhdimësi, pa shpresë. Qëfar shpresë e kam për të ardhë më ta? 90% e shkatërume, kejtë. Veç me largu më beturinet, duhet vite. Veç me largu me punë rafsh, në zero me pru, është ka gja punë. Qëfar shpresë e ka i gjalliri, kër e shatë vena, ashtu të ka mu plakun e ka mu marrë, veç të e këbër laga për të. A mas del. Interesant, rënë që aty. Gaza nuk ka veni shajt, Gaza nuk ka Mekja, me veni shajt e këtu 100.000 se vëmë, Gaza nuk ka veni shajt. Veni shajt në Kutsi, ama Gaza nuk është veni shajt. Njerëzë bëm përshtypje, sakrificë bëm përshtypje, përkushtim bëm përshtypje. Rezultate në të vëzër, ti me përkushtimin tënë, ti më të ndruar me stabilitetin tënë me shamin tonë, ti me namazin tënë, ti me largimin nga harami, realisht prodhon nga njerë dhe pa vrejt, guxim për tjere se po bëj ka vallat, po më i këtë dikush ato. Nëse ata që i kanë sytë të na, nëse neve në shoj ka lkune me, ka lera manavë më po, që ka ndodhë? Ta përshe, në haqë u kone edhe smujti, jo kjo, ata që është njerë, ata
Në që aje me shamike edhe smujtja të domthon elçoj. S'ka kësi rastin, alhamdulillah, ndoshta 1/5000. Po domthon që shumë domethënse, shumë frymëzuese, inkurajuese stabilitetit tonë. Në pamjen tënde, në adhurimin tënd, në stabilitetin tënd, këtë është më rëndësi, shumë është më rëndësi atë. Nga se kjo qel rrugë që njerëz me infernë Allah të barë këtara. Uniteti jonë, dashnia mes veti, respekti jonë mes veti, vallaj është davet veti, është tiren vetish, është hapje rrugës që tjetë me thonë që qështu Allah, qështu po më vynë apëtën, qështu po më duhet apëtën. Sot njerëz ankohen për mungesë respekte, ankohet prindi se s'kosh se po 5 para Allah, ankohet apë. Kur është një musliman që respekton prindin e vetë, që po më vynë mua apëtën? Se njerëz ju ka hubë bësulla, ju ka hubë vëzime, fjallë për një shumë, ata du me pa vepër, ata du me pa punë, me pa praktikëm. Ebu Sufjani ka shku në Medinë, ka shku në Medinë. Ka shku me lypë ndim të pejgamberi sa. Që u me të keq, Mekka ka pas statsi dhe ka kërku një fallaj ndihme për pejgamberit alayhis salam. Kur ka shku në Medinë, Ebu Sufjani ka njëri meqëm, ka përci dhe ka vëzhgu sana, ka vëzhgu. Edhe pastaj e ka dhonë konkluzat. Thot, kom hinë shumë vene, të edhlej e mbreti, kryetari, kom hinë gjithë kënë. Unë e kom pa që respektuat dikush ama. Një temë, dashni dhe respekt, që shkishin muslimanët për Muhammedin, alësëm, unë një temë s'kom pa. A përsheni? A përsheni? Thumameja, kër e ka lidhë pejgamber sam për shtylle, apo? Thumame u ko njëri udheq, u ko njëri me rëndësi, edhe kam zonë rapë, se u ardë me bosherë me dine. E kalon pejgamber sam në gjami, 30. Me i thonë, banu musliman, pështanë. Ka thonë, musliman zbona kur, po ka thonë, dije që nëse prek në gjak, ke prek kush nëzirë gjak. I lidhët para me në, ka që kënë arë, I lidhët. E ka nëse dënë pare, tja bisa dush, vëllë shumë. Pejgamber sam, parëmëni. Pejgamber sam as i ka operacion, kur, me që të kalon. Qëka ka po thumame? Ka po sabët ka falen. Ka po sabët ka duhan. Ka po sabët ka e respektojnë pejgamber sam. Dhe kjo ka qenë mjaftuar me kuptues që çta e në haka. Tjetër s'ka. Vetë në xhami e kalon. Nëse na e bim dikon në xhami, sonte nders apo, dhe 3 herë do të më ndalë me dikujt shukat, a bëhet musliman? Mos po duhet me fasu përgjithësisht, po është shembull me mësim apo. Apo nëse hoxha falet o burra çati që e fal namazin, mos bëni bezhurëm se jena tu fal në hala. Për shembull, a është kjo pasyrë e mirë? Pastërtia e xhamisë tonë për shembull, a është pasyrë e mirë? Pastërtia e abdesoneve tonë është pasyrë e mirë? Po ke qëtojnë pjesë dikush vjen i shef veç për çet punë. Edhe s'vjen më kurr. Ti asë ngja se ke po kurr ama e shejom në qiyame e shafta. Që nështë të ndajnë apo sebeb që ai se ka arsye pse së musliman, ai s'po thon për arsye, ama për sebeb, mune me kon sebeb. Edhe e kundërta. Edhe e kundërta. Njerëzit kur e shohin pastërtinë, kujdesin, respektin, unitetin, dashnin, solidaritetin, që në mes muslimanëve s'ka mundësi dikush me kon i hjekun me borxhe e na merrnu mirë, ai me hek. S'ka mundësi më ndodhë kështu për shembull. E çatëre në më jetë khulun, ke qel dyra thon. Tani kanë Allahu zonë punë tjetër, amator me qel derë. Na jena me hap shtigje, na do të me hap dyrë, na do të me hap porta, me hap rrugë, që njerëzit me pa taman ka do të me ecën. A ec mandej, a nuk ec, ndonëse Allahu është, ama na udhën do të me qel. Prandaj sahabët e kanë qel udhën. Thash me sakrificë, me angazhim, me përpjekje, me nënshtrim te Allahu dhe pejgamberit e sa. Për çeta kur sahabët e kanë qenë në Shamin, thonë vëllazër, jeni fal, tash që xhamia me uje. Jeni fal, ajo kon kishë madhe. Para domthon xhamisë me një çat pjesë kon kishë madhe ato. Edhe kanë lyp leje që një pjesë të asaj me shfrytzu, s'ka dosh me rrezu. Se ku janë shkusavat kisha s'kan rrezu ato, ja u kanë lënë aty, kanë ndër xhamia për vete. Patriarkët i kanë pas sahabët ka falën atë. Se kon ku namazet. Sikur se para Ibn Kathir rahimullah, shumë nga historianët i kanë pas sahabët ka falën veç. Një çështë kanë thonë, ç'kysh është joni? Ç'të na falëm? Ditë e bëjmë xhamin ton. Ju në fal. Çka kanë thënë patriarkët e krishterë kur i kanë pas sahabët veç tu fal, veç namaz i kanë punë. Kanë thonë,
që shtu kena lexu veç apostët, havarien e Isaut që falë, se mu s'kena pa që shtatë. Por veç namazi, veç përkushtime kanë pasë, çfarë madhnimi Allah që kanë bërë sahabët apo. Çfarë përkushtimi, çfarë nështrimi, vetë në këtë apo. Ebu Bekri kur është përzon kur ka dalë për Mekës apo, e ka dash më kthy, se kanë më kthy. Edhe e ka marrë një pej kurreshve, unë të mbrojnë shpëtam, rreq të shpëtam rrejtë. Edhe Ebu Bekri ka nejtë një kohë, i mbrojtën se kurresh ka dash me dëbu. Çka ka Ebu Bekri? Veç u falë, korgjë, as i ka falë kërkujna, as i ka thonë kërkujna, veç u falë. Tu falë Ebu Bekri, njëri emocional i dhimbshëm, po me imasi, emocional veç e euforika, po. Edhe, çfarë namazi ka falë Ebu Bekri? Ka ndonë gratë, njerëzit, plesht, tu po në adhurim që një vetë s'kan pato, ka lisë më musliman. Veç i kaqë, veç me namaz. Ka ndonë Kurejsh të Mekës, i ka thonë këti Ibn Dëghinne, qëti që ka marë Ebu Bekri në mbrojtje, i ka thonë, thuj Ebu Bekri të falet mrena, jo për jashtë. Qa po i bëja vëllohi që po falna? Ja, zban se njerëzit po bojnë musliman, veç po falë është jepë. I ka thonë, falë për burë mrena se më kanë një më qokë është, ka thonë asë mrena asë jashtë, falë mirë shumë në dola, ka mbrojtjen temë, po a kuptuhet vëzë jepë. Njerëzit du me pa, vëllohi, adhurim sinqert për Allah, dashni për Allah në gjellëvala. Andë që kjo hapë, e sabët të e kam bofën, për 21 vjetë plota, që të e kam bofën. E tani, kur është në Mekja, njerëzve një ka hapë rruga që në vazhdimësime hyjnë në fejnë Allah gjellëvala. E pasaj Allah tha, me që kjo ka ndodhë, kjo begati, tash reago që është duhet. Fesebbih bihamdi rabbike, wastaghfirhu. Mirë po të tëspihu, të tahmid, të istikfari, këto e në adhurime madhore, dhe pëse Allah Gjellera i ka radhit mas në gjareve ka që të dhaja, është mësim në vete që do të ndajmë zbashku në dersën e arshëm, inshallah, bindillah, nga se përfundimi Isus e Nasr, realisht është të regu si kryesor i rrugtimit muslimanit ka do të me shkuafër. Shumë është më rëndësi, nga se jo e që surë Nasr, po edhe në surët e Mekës, në çdo situatë ku ka pas pejgamberi vështirësi dhe probleme, është përmend tasbihu dhe tahmidi. Interesant, çfarë fuqie ka fjala subhanallahu alhamdulillah, edhe çfarë kuptimi ka domethënë në jetën e besimtarëve, inshallah në dersën e ardhshëm ku edhe shpresojmë e përfundojmë surën An-Nasr. Allah xhallahu na lehtësoj punën këtë dunjë, na bëjë sebeb për hajër për të mirë, që çelim rrugë të harit për njerëz, e jo me mbyll. E në mëzot Allah që timi shembull i mirë, i respekt, i dashnis me zvete, e mbi gjitha adhurimin dhe Allah Gjellewala, që ta kuptoj njerë se kjo është feja Allahut dhe ata fitojnë se i besojnë Allahut dhe ata adhojnë. Allah është me përmendjen, u takofshim marë një avë nashme, o sallam ala Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam ala taslima kathira.